Në Universitetin Nën Tereza në Shkup u promovuan 2 botime të reja universitare në fushën e mekanikës inxhinierike, statika dhe dinamika me autor profesor doktor Isak Idrizi. Përfaqësuesit e fakultetit theksuan rëndësinë e literaturës akademike cilësore si bazë për formimin profesional të inxhinierëve, duke vënë në dukje se këto libra përfaqësojnë një kontribut të rëndësishëm në standardizimin e mësimdhënies universitare. Rektori Fetaj theksoi se pasurimi i literaturës teknike dhe veprat e tilla lartësojnë profilin shkencor të institucionit dhe u ofrojnë studentëve mjete bashkëkohore për studim. Universiteti Nën Tereza ka qartësuar domethënë si një pjesë shumë të rëndësishme shkruarin dhe përkthimin e librave të ndryshëm shkencor, dhe kjo është një prej strategjive kryesore domethënë ku fokusohemi ne si universitet. Sot kemi domethënë prezantimin e 2 librave të kolegut ton për Fakultetin e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë, kolegut Isak, i cili këto 2 libra kanë dalë në pjesën e parë dhe dytë dhe një kontribut shumë i madh domethënë në fushën e statikës dhe dinamikës. A do të përdoren këto libra për mësimdhënie? Po, këto të 2 libra do të përdoren në mësimdhënie në lëndë të posaçme që kanë studentët. Po si e vlerësoni rëndësinë e botimeve të tilla për arsimin universitar? Konsiderojmë si një pjesë shumë të rëndësishme dhe ne domethënë si universitet kemi caktuar strategjinë tash dhe insistojmë që çdo fakultet dhe gjithë profesorët do t'i përkrajmë që të publikojnë sa më tepër libra. Fillimisht kemi përrregullore të re në të cilën tash edhe do të pranohet me komision recenzues librat edhe në formë të PDF-it, të cilët nuk kanë vetë bëjnë harxhime dhe t'i printojnë në kopje, domethënë po mjafton si tilla dhe do t'i shpalosim në web faqen e universitetit, t'i kenë në qasje gjithë. Çdo universitet krijon, sidomos edhe ne, mirë po këtu përsëri lidhemi me aspektet buxhetore. Domethënë aq sa kemi buxhet nga Ministria e Arsimit, aq edhe ne mundohemi në maksimum domethënë të ndajmë një pjesë të madhe për aspektin e rrugtimit, se kjo është një pjesë shumë e rëndësishme sipas cilës edhe rangohen universitetet. Domethënë puna e universitetit ton krahasohet në bazë të rangimit dhe publikimeve shkencore. Po a ka nevojë më të madhe për libra praktik apo teorik? Besoj të dy i kanë rëndësinë e vete, domethënë kemi nevojë për të dy qasjet, edhe për ato teorike edhe për ato praktik, varësisht prej fushave të ndryshme në të cilet flasim dhe në cilën fush diskutojmë. Po mendoni ndoshta që studentët do të kenë më shumë nevojë për libra praktik se sa teorik? Po, besoj se po, për pjesët e ushtrimeve kanë më tepër nevojë, për shkak se sa më tepër ushtrime që kanë edhe literaturë, aq më mirë edhe zotërojnë pjesën praktike. Sidomos tash me kalimin, domethënë, në sferën e edukimit në shkatësi, besojmë se pjesa praktike është pak edhe më rëndësi, për shkak se edhe mungon literaturë për pjesët praktike. Mesazhi juaj cili do ishte për studentët? Shfrytëzojmë domethënë këto libra të cilët janë krijuar me shumë mund dhe angazhim të madh të shumë profesorëve dhe grupeve punuese fakulteteve dhe t'i çmojmë për shkak se një libër është një pasuri mjaft e madhe në zhvillimin e tyre. Dekani Idrizi theksoi se këto vepra të punuara me një metodologji profesionale do të jenë shtylla ku studentët dhe gjithë studiuesit e rinj do të mbështesin njohuritë e tyre teorike dhe praktike, duke lehtësuar ndjeshëm procesin e tyre formues. Pra këtu shifët edhe për botimit, përpunimit, përgatitjes, përkthimit të librave i është dhënë një kujdes i veçantë fal kryesuesit të projektit, autorit mund të themi Isak Idrizit dhe bashkëpunëtorëve tjerë që të gjithë ne i kemi dhënë në libër, për të gjithë i falenderojmë për punën që kanë kryer. Sigurisht edhe vetë përgatitja teknike, përpunimi, dizajni, kopertina ka qenë temë në vete dhe këtu është kushtuar një vëmendje veçantë, ajo që tha edhe moderatorja, fleta është speciale për të gjithë këto detalet, është harxuar kohë që të mund të sigurohen. Edhe bashkëpunëtorët e librit u shprehen, ku vlerësuan kompleksitetin e procesit të përkthimit dhe përshtatjes së terminologjisë teknike në gjuhën shqipe. Sipas tyre, një nga sfidat kryesore ka qenë ruajtja e saktësisë shkencore
duke e bërë njëkohësisht tekstin të kuptueshëm për studentët. Këto dy libra janë libra bazë të teknikës zakonishe, sidomos ndërtimtarisë, po edhe arkitekturës. Janë dy librat që kanë rëndësi të madhe për arsye se këto ashtu siç janë përpiluar, janë për një me në aspektin pedagogjik, po edhe shkencor janë shumë të përshtatshëm për të fituar bazat e lëmisë së teknikës. Po çfarë i dallojnë këto libra ndoshta nga fushat e tjera? S'parjerë mënyra si janë përpiluar janë libra që përdoren për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi 50 vjet. Normalisht me ribotime të ndryshme, ne kemi marrë botimin e fundit, që janë kanë një fillim për shembull kanë përmbajtjen teorike, pastaj kanë ushtrime, kanë detyra. Çdo libër, çdo temë, çdo pjesë e librit është e mbushur me ushtrime dhe detyra, kështu që i mundson studentëve të mësojnë më mirë, të kuptojnë më mirë atë që mësojnë në teori. Po a janë ndoshta më shumë të drejtuar në teori, praktik? Përkundrazi, ka secila pjesë mësimore ka teorinë e vet, 2-3 faqe ose pak më tepër, po ka plot ushtrime dhe plot detyra, të cilat janë përpiluar në atë mënyrë që fillojnë prej më të thjeshtës deri te më të komplikuarat, ose ka edhe për shembull tani edhe detyra të cilat mund të zgjedhen nëpërmjet kompjuterit. Kjo është shumë e rëndësishme. Detyrat normalisht detyra që kërkojnë shumë më tepër kohë, që kërkojnë shumë më tepër llogari. Po sa ishte e nevojshme një literaturë e tillë në Shqip? Në Shqip mungon. Nëse i shqyqojnë krejt universitetet tona, shumica merren me skripta, ose besoj me libra të cilat, ose me material të cilat janë trashëguar për njërit profesor të tjetri, dhe besoj që këto janë libra që do ta plotësojnë këtë mungesë ose bashllok të madh që ekziston te fakultetet e ndryshme të teknikës, sidomos. Po çfarë vlerash mendoni që ushton studentëve të inxhinierisë? Po një farë forme e thash më parë, janë libra të cilat në mënyrë të shkallëzuar i mundson student të mësojnë këto dy lëmi për shembull, edhe ka pjesën teorike, ka pjesën detyre, ka pjesën ushtrime, kështu që një student që është interesuar të mëson e ka shumë më lehtë të mëson. Nuk është i stërmbushur për shembull me teori, por është më shumë praktik. Sa kohë ka zgjatur që të bëhet botimi i këtij libri? Po tash problemi është se botimet duhet të bëhen sipas originalit. Do çdo gjë të përshkruhet sipas kontratës që kemi pas me botuesit, duhet atë që është në gjuhën angleze të jetë edhe në gjuhën shqipe, domethënë edhe faqet të përputhen. Kjo është kur përkthem prej një gjuhë në gjuhën tjetër nuk është lehtë. Pastaj figurat është dash, ka shumë vende figura ku janë në gjuhën angleze, edhe figurat është dash të përkthehen. Pastaj njësit janë, pasi janë prej Amerikës, shumë njësi janë njësit jo sistemit internacional, sistemit amerikan, po neve të gjitha ato i kemi përkthyer në sistemin që përdoret në Evropë. Edhe koha. Tash, nëse don ta bësh sparjer kopjimin fizik, sikur që është në anglisht, ajo merr kohë. Po më tepër kohë ndoshta na ka marrë lektorimi ose fjalët teknike. Neve nuk kemi fjalor, për fat keq nuk kemi fjalor teknik të çdo lëmi teknikës. Kështu që në disa raste kemi pas problem të gjejmë fjalën e përshtatshme në gjuhën shqipe. Qëllimi dhe synimi ka qenë që të përdoren sa më tepër termet ekzistuese në gjuhën shqipe. Çfarë përfaqëson ky libër për ju personalisht? Në fakt janë dy libra, është statika dhe dinamika, të cilat janë bazë e inxhinierisë në përgjithësi. Do thotë jo vetëm për fakultetin e ndërtimtarisë
në të cilin merr pjesë autori kryesor, po për gjitha fakultetet të cilat kanë si bazë inxhinierin. Dhe janë vetëm fillimi i një projekti siç e paraqitën edhe gjatë prezantimit, që është projekti 2030, ku do të përmbyllet një cikël i librave bazë të gjitha inxhinierive, të cilat kanë munguar deri tani gjithmonë në të gjitha trojet shqiptare, qoftë ajo Shqipëria, Maqedonia apo Kosova edhe më gjerë. Çfarë përmban libra në fakt mëngjesisht libra? Mëngjesisht do të pa u deshur të futemi në pjesën tamam shkencore, cili do qoftë që do të merret me shkencë, pa e kaluar statikën dhe dinamikën, do të ishte boshe apo e kotë. Do të thotë janë vërtet themeli apo baza i çdo inxhinierie, po sidomos inxhinierisë së ndërtimeve. Po, a mendon në fakt se duhet më shumë praktik se sa teori të ketë? Praktika pa teori është kohë e humbur, ndërsa gjithashtu edhe vetëm teoria pa praktik, prandaj mendoj se Nën Tereza ka, ti themi, kapacitetin që në të ardhmen t'i ngërthej që të dyja. Kanë teorinë, kanë dhe profesorë të cilët dëshirojnë ta zhvillojnë praktikën, tani mbetet shoqërisë që ta zgjedhim këtë rrugë, të kemi më tepër studentë. Po cili është mesazhi juaj për studentët? Për studentët do thotë tani më i kanë humbur të gjitha arsvetimet që të thanë s'kemi si e bëjmë, dhe është koha që shqiptarit jetë i mirë edhe në vendin e vet, jo vetëm jashtë kufive, se kemi shumë storje suksesi, kudo qoftë jashtë, po fatkeqësisht shumë pak në Maqedoni. Po, sa ishte vështirë në fakt përkthimi për të përkthyer? Unë e kam pasur shumë lehtë, nga që kemi pasur bashkëpunim shumë të parafort dhe kam mund të bëj një përkthim, ti thuash, fillestar dhe më pas bashkë me profesorët e inxhinierisë, ta bisedojmë aspektin gjuhësor, a ka pasur në të kaluarën fjalë që ndoshta sot është arkaike, po që mund ta kthejmë dhe t'ia gjejmë vendin. Ashtu që për mua ka qenë lehtë, nuk kam punuar vetë, kam pasur gjithmonë mbështetje. Po si ishte në fakt bashkëpunimi? Punoni të gjithë bashkë? Po, do të thotë kemi gjetur programe të cilat janë tamam për përkthimin, që të sigurohemi që të mos kemi përsëritje të njëjtit term me dy kuptime apo me dy përkthime të ndryshme. Më pas, bashkë me ata të cilët janë profesorë të inxhinierisë, jemi ulur dhe e kemi parë nëse unë fillimisht e kam kuptuar si duhet, më pas, nëse ato që i kemi pasur si opsione në Shqip deri më tani kanë qenë të duhurat ose është dashur të rishihen, dhe ka pasur raste të tilla. Promovimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të kulturës akademike dhe nxitjes së botimeve shkencore vendore. Librat pritet të përdoren si literaturë bazë në programet e studimit të inxhinierisë, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së arsimit universitar dhe përgatitjes profesionale të studentëve.